Qendra kulturore Fato Berberi gumëzhin nga zërat e fëmijëve Gjirokastrit. Prej ditës së sotme ka startuar aktiviteti Ditët e Hapura, i cili do të vijojë për 2 javë. I gjetëm sot në oborin e saj duke zhvilluar lojra e kërcime. Vetë ata shprehen se e kanë pritur me padurim për të kaluar kohë së bashku në programin që është hartuar posaçërisht për ta, me lojra, aktivitete kulturore, kurse trajnimi, shfaqje filmashe të tjerë. Mua më pëlqen shumë ky kamp veror, mezi po prisja për këtë ditë. Unë e adhuroj shumë sa bukur dhe sa të dashura janë mësuesit. Më pëlqen shumë që ne bëjmë shumë aktivitete. Mua më duket të gjithë shumë të mirë dhe të dashur. Shpresoj që këto ditë ne të argërtohemi më shumë se të gjithë kohërat tona. Nuk është herë e parë edhe më pëlqejnë shumë njerëzit, fëmijët, sepse janë të dashur, nuk shajnë edhe nuk shtynë. Edhe ky kamp ka shumë gjëra të bukura, i falenderoj shumë mësuesit. Çfarë keni bëni zakonisht gjatë kampit? Ne këtu lozim lojra, bëjmë gjimnastik në mëngjes, ham dhe ushqimin, kemi pushimin e gjatë. Pastaj shikojmë filma, bëjmë mësime. Sot ne filluam kampin ton dhe jemi shumë të gëzuar dhe besojmë që t'ja kalojmë shumë bukur në të tërë javën. Këtu jemi shumë fëmijë që janë të dashur, të mirë dhe jemi të dashur me njëri tjetrin edhe kemi qejf që t'ja kalojmë shumë bukur tërë javën edhe bëjmë shumë aktivitete, do lozim lojra. Ky organizim i Bashkisë Gjirokastër synon argëtimin e fëmijëve në këto ditë vere. Sot dhe deri në datën 20, pra në Qendrës Kulturore të Fëmijëve, organizohen orët e hapura për gjithë fëmijët e qytetit, ku do të ketë argëtim pafund për gjithë fëmijët që sapo kanë mbaruar këtë vit shkollor. Ne u ofrojmë për 2 javë rresht ambientet tona në bazë të lojrave që ne do të organizojmë, të mësimit të këngëve, të kërcimeve, sigurisht kemi dhe lojra në natyrë, të cilat fëmijët i pëlqejnë shumë. Jemi mobilizuar që të gjithë bashkë që fëmijët të kalojnë sa më mirë dhe sa më këndshëm në këto ditë pushimesh. Pjesë e ditëve të hapura në Qendrën Kulturore Fato Berberi janë bërë 40 fëmijë.